Një përgjigja shumë, po një gjë është e rëndësishme. Kur po thot profesorit që presidentja i fton këta, pra nuk jemi ka flasim për ndërhyrje, se pyetja ime është pse ka nevojë me ndërhy, edhe asnjëherë nuk u cilësu si ndërhyrje, po thosë është ndërhyrje. Nuk ka ndërhy, bile edhe në rastin e parë kur është dërgu ajo letra famoze Avni Deharit, që ka qenë një shkelja, e ka thënë është çështje për mua, kthe mbrapa. Edhe në këtë rast nuk besoj që është ndonjë ndërhyrje nga presidentja. Nëse kthehemi prapa disa ditë, ftesa e presidentës ka ardhur pas 2 letrave, njëra nga LDK drejtuar Lëvizjes Vendosi dhe tjetra nga PDK si reagim ndaj letrës së LDK-s. Dhe në atë letër PDK-ja thret presidenten që të thret në takim liderët partijak. Dhe si reagim ndaj kësaj, presidentja bazë deklaratës që kam lexuar thotë që pasi kam pa që partitë politike kanë nevojë që të thrasë një takim, do të thrasë takim. Në këtë rast besoj që presidentja ka luajtur rolin e saj bash ashtu si i takon. Është garanti kushtetutës ligjërisht, edhe i takon që të sigurohet që kemi respektim të kushtetutës Kosovë. E dim që disa ditë tash është një debat në kuvend, edhe kemi pa dhatë rastin që është dërgu nga Aleanca për ardhmërinë e Kosovës në gjykatën kushtetuese për interpretim gjykatës. Do thotë, është një debat ku kërkohet sqarim nga kushtetuesja. Sikur t'ish bë ky takim para se të shkojë ai letër, kish pas logjik më shumë. Letra ka shku dje, takimi pas 2 ditëve nuk jam shumë optimist rreth këtij takimi, pasi që është dërgu një letër nga një grup deputetësh të udhëhequr nga AK dhe është kërku nga gjykata që të bllokoj këto seanca 2 ditore dhe të jep përgjigje në mënyrën e votimit për kryetarët e kuvendit. Kështu që në këtë rast nuk ka asgjë, është një gjë tjetër të lutem edhe e fundit. Gjëja e parë që shohim për mua spaku është një zhvillim, është që për herë të parë do t'i shohim gjithta liderë partijak në një tryezë përbashkët. Shpresoj që do t'jetë përbashkët, mirë se nuk jemi të sigurt ende se si do të duket ky takim, dikush thotë që do të ketë takime individuale, pastaj grupore, sido që t'jetë, po shohim spaku një debat politik, cilin nuk e kemi pa. Kompetencat e kushtetutës e presidentes sa kuptoj unë janë simbolike. Ajo në fakt... Shkruan në kushtetutë, gati specifikisht shkruan që është garanti funksionimit demokratik të institucioneve. Institucionet që janë ka funksionojnë në mënyrë demokratike. Është një farë ndërmjetësuese. Që troll do të me lutë. Edhe është e privume prej drejtës për me anu ka cili do subjekt. Në ardhin e presidentes e dim ka ardhë për mes vetëvendosjes. Mirë, por në takimet që do të zhvilloj, unë jam shumë i bindun, nuk do të mund, nuk i lejojnë edhe regullat, edhe normat, edhe kushtetuta me anue. Kas njeri këmpë. Aja e ka rolin e ndërmjetësusit. Një loj, si me thonë, ndërmjetësusit që ka një qëllim të mirë, por unë e kam shumë rezerva sa do të mund të zgjidhet kjo përmes. Të pakten që ka pres pe i këtyne takimi me 16-in, është që të mirën vesh, por mos më morë vesh. Me 15. Kjo, unë mendoj që ka me vazhdu. Se po shihet barikadimet dhe betejat që u zhvillojnë gjatë tyre 3 muajve mes opozitë,